Faleminderit Kryeministër i dashur Edi Rama, faleminderit shumë për mikpritjen e ngrohtë, faleminderit shumë për të gjithë mikpritjen që na keni treguar në Tiranë. Më lejoni të them që jam vërtet shumë i kënaqur që jam këtu dhe që kam nderin dhe mundësinë që të jem me ju për herë të parë në këtë grup të shquar udhëheqësh të nderuar të Europës. Faleminderit të gjithëve ju që më keni dërguar urimet tuaja për zgjedhjet dhe me padurim pres bashkëpunimin ton të ngushtë, jo vetëm personalisht, por edhe si në krye të qeverisë, jo vetëm sepse na duhet shumë, por edhe sepse jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë. Dhe tashmë me këto fjalë më lejoni që të fokusohem tek 2 apo 3 çështje në veçanti. Çështja e parë ka të bëjë me faktin që në kontinentin ton kemi një sfidë që nuk e kemi parë për disa 10 vjeçar, që është kjo luftë e vështirë dhe e fortë në Ukrainë. Kjo nuk është thjesht një luftë kundër këtij vendi, sepse po të ishte vetëm kaq, sigurisht do të ishte mjaftueshmërisht kritike dhe e tmerrshme, por kjo është një gjë e cila është e drejtuar ndaj të gjithë rendit dhe të gjithë Europës. Ju e dini që Donaldi, Kerry, Emanueli dhe unë vajtëm në Kiev për të takuar me presidentin Zelenski të shtunën. Dhe e bëm këtë jo vetëm ne si individ në emrin ton, por unë shpresoj fort që këtë e kemi bërë edhe në emrin tuaj, të gjithëve ju, për të treguar angazhimin ton të fort dhe vendosmërinë ton për krahjen, për vendin tuaj, por edhe për këtë rend politik. Ne jemi të vendosur, të katërt, dhe të gjithë ju, që ne duhet të vazhdojmë të japim mbështetje të fortë nga aspekti politik, ekonomik, financiar, ushtarak Ukrainës, këtij vendi që gjendet në këtë vështirësi të tmerrshme. Dhe përpjekjet tona kanë treguar një sukses shumë të vogël diplomatik,